Mirëmbrëma të dashur shikues, takohemi sërish në emisionin Konspiracion këtu në kanalin Okult. I ftuari për sot është Gjergj Thanasi, një gazetar investigativ nga Durrësi, por që është pak më shumë se kaq, sepse do ta shikoni gjatë bisedës, që është edhe teoricien konspiracioni. Ju mbetet juve të gjykoni nëse ato që thot janë teori apo konspiracione të vërteta, dhe një njeri me një të kaluar interesante duke filluar nga fundi i viteve 80. Zoti Thanasi, faleminderit që pranove. Faleminderit juve që më ftuat. Ta fillojmë nga historia interesante e fundit të viteve 80. Për shembull, po sikur jeni arrestuar më duket në kohën e regjimit. Regjimi popullor socialist. Ishte duke vdek. Ishte moribond që thon mjekët. Ka qenë 10 orë 90-s kur shpërthyen demonstratat. Në Durrës u bë demonstrata e 14 dhjetorit, 2 ditë masi u themelua PD-ja në Tiranë. Demonstrata ishte dhunshme, ishte një urrëtie masive popullore, mbi 1000 vetë në demonstrat që sot opozita nuk i nxjerr dot në Durrës. U përleshën me policin, policia sa kishte marrë ato mjetet e reja, jo skafandrat, jo shkopat e gomës, në i pistolet elektrike që i kishte sjell tekniko importi atëherë. I provoi mjetet e reja? I provoj, jo me në eficiencë të madhe, sepse policia me shkopa gome, kur i kundërvjesh me bishta lopate, me gur, me leva, me shishe qumshi. Ti atëherë ku punoje, kishe përfunduar shkollën e lartë? Kam mbaruar në 88-ën. Unë atë kohë isha në Dogan dhe prandaj bëri ferk, do më thënë si e tradhoi ky pushtetin popullor, si e tradhoi ky partinë. Se partia ty të kishte dhënë shkollën e lartë, partia të kishte bërë doganet. Pikërisht më kishte dhënë shkollën e lartë, nëse në këto vendet borgjeze s'kishe njerëz me shkollë të lartë, kupton? Vetëm Shqipëri kishte me shkollë të lartë dhe e saktonte partia. Kështu që isha goxha e privilegjuar. Dogan ke qenë dhe i besuar ti se. Patjetër, ti duhet ndaloje kasetofonët. Jo, nuk ndaloheshin, paguaj, nuk ndaloheshin. Biles... S'kishte familje cilëve u ndaloi ta merrnin kasetofonin? Në 89-ën jo. Do më thënë, kishin njerëzit ala frikë me marrë gjona, por përgjithsisht nuk ndalohej, vetëm se do paguaj. Okej, kthehemi te 14 dhjetorit, çfarë ndodhi? U përlesh populli me policin, jo thjesht liri demokraci. Më kishe gënjur pak mendja se në 19 gusht 1990 populli i Sofjes dogji ndërtesën e Komitetit Qendror të Partisë Komuniste Bullgare. Dhe Mladenovi që kishte zëvendësuar Zhivkovin atë kohë që rezistonte akoma, bënte ca lëshime të voskla, ju kput u shkuri benevrekëve dhe kapitulloi. Merrni pushtetin, bëni çfarë doni, vetëm aman mos avrisni, se ishte shembulli i Ceaușescut, në 10 orë të 89-s. Kështu që më ngjeu mendja se po do digjej Komiteti i Partisë në Durrës, do kapitullonin më shpejt komunistët shqiptarë, se në Tiranë kjo punë ishte e pamundur. Po ti nuk doje të vrisë Ceaușescu në Durrësit. Doje vetëm që ta trembje që të hikte vetë. Po Ceaușescu ishte një majmun nga kavaja, një skuqi, që megjithëse kishte marrë për matematikë, ishte budalla i ziu. Tani marrosh për matematikë, tjerë budalla, vetëm Shqipëri nodh. Okay. Një nazim skuqi. Ai që do ja shtypte kokën turseqërve, do apriste gishtat kavajs vetë tjerë. Po duket edhe zëvendësministër Arsimi. Nga zëvendësministër erdhi në Durrës se dorë fort. Hiku muon se nuk isha aq i fort, shkoi drejtor ke ferma e Sukthit, ndërmarrja bujqësore e Sukthit dhe erdhi ky për dorë të fort. Me që je nga Durrësit e me që përmendë mua Aslanin, është e vërtetë që ka qenë karrocier para se të bëj kuadër i lartë i partisë? Po, i shkreti e ka filluar karrierën nga karrocier në periferi të Shkodrës, është e vërtet, se vdiq edhe para ca kohësh. Pra e shikon se çfarë të bënte partia nga karrocier të bënte qytetarin e parë të Durrësit. Edhe të Shkodrës. Sekretari i parë edhe i Shkodrës. Po, i dy rrethave shumë të rëndësishme. Ka qenë dhe ministër pa portofol. Dhe çfarë ndodhi gjatë kësaj proteste në 14 dhjetor? Nuk u arrit të digjej Komiteti i Partisë, sepse për fat keq kishte shishe benzine me vete? Jo, ishin në shishe tipike Molotov, po jo nga këto që përdoren sot, se ishe marrë benzol nga ato motorskafët e Zerros me numër oktanit lartë, ishe përzier me plur sharre nga zrugtaria që ishe ku janë varrezat e vjetra sot. Ndezësit ishin ndezës të unifikuar, jo kinezët, se ato mershin ashtu lagështi dhe mund mos të ndizshin, ishin ca ndezë unifikuar quaj atëherë, nga këto që kishin prodhuar në mënyrë eksperimentale me i fabrik këtu në periferi Tiranës. Pas ka qenë edhe terrorist. Po, i kisha shkëmbyer me çamçakiz Krash, Jugoslav, në formë cigare. Po,
Ishin vjedhur ke fabrika ushtarake, ishin hala, nuk ishin përbuar. Ata çmzakizat që kishin brenda paketës nga një fotografi. Po, edhe ishin muzikanti. Po. Unë i koleksionoja ato, doja të mblidhja gjithë grupet e mia të preferuara, Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin. Biles unë isha aq i entuziazmuar që i sigurova 4 copë. Ato që po kanë qenë pliva. Jo, këto ishin kras shkrushin. Po, çmzakizat që kanë mbledhur që kishan mbledhur disa fotografi, mbaj mend që kanë pasur Rod Stewartin, Frank Zappa, nuk e di cilin tjetër, kanë qenë të kompanisë pliva. Dhe problemi ishte që unë nuk e njihsha popullin tim, sepse në vetë që urrëtitjen ta shfryni kundra komitetit partisë, toka e kufirit kapitulloi, udhën armët për tokë. Se kishin marrë tokë kufiri, mirë po kishin marrë edhe kështu me demek vullnetar nga kantieri detar, nga një cigaria të rinj punëtor me huj gardhi që do na vullnetar të Enverit. Jo, para vullnetar. Është qartë, po ai kontingjent njerëzish. Ishte një shpiker amizelis që të mobilizojmë klasën punëtore kundra këtyre. Du tregoj vendin. Mirë, po klasa punëtore ishte me tollon për vete, i kisha armë të unë, sidomos kantieri detar që kishte kontakte me botën, që e dinte të më mirë se pjesa tjetër e Shqipërisë, ç'a ishte për te perdhës e ekurt. Ato hudhën hujt e gardhit dhe nuk u përleshën me popullin, domethënë, që ishin zgjedhur jo komuniste, jo sekretar organizate rinie ç'a ishte. Ç'ndodhi me ato molotovët që kishit? Dështova sepse populli Durrësit ju sul dyqaneve me aq pak malla që kishin ngel dyqanet treçarek bosh të komunizmit edhe thyu xhamet e volli ato. Domethënë ty të ngelen molotovët në xhep. Jo, ishte edhe problemi se unë priça të vinin tanket. Në fakt erdhën transportues blindum në Elbasan. Paradite kishin dalë tanket për të shtypur demonstratën e Elbasanit, se u bën në datë 14 edhe në Elbasan dhe në Durrës simultane. Në Elbasan paradite, në Durrës mbasdite. Tanket në vend që të vinin nga rruga e madhe e pallatit sportit, se do i hulleshin nga Taraca, tani do t'i ishin tankistët, po varja, kupton. Flasim ka që pa më shirëshëm ke qenë. Nuk e durosha dot më. Edhe tankist. Nuk i durosha dot më, mirë ato tankist. Nuk i duroja dot më, mirë. Pse u rre ka shumë socializmin ti? Nuk duroja dot rrenën. Nuk duroja që në Itali vdisin për bukë njerëzit, kurse ne ishim të lumtur se kishim edhe bukë gruni në qytet, biles me rast edhe bukë pesdhiçe, pak më të bardha gruni. Nuk duroja dot rrenat. Nuk domethënë përbuzsha këto klyshte bllokut se i kisha pas në shkollë. Çfarë shkolle ke mbaruar? Dreqin Gjuhët e huaja. Gjuhët e huaja dhe pastaj filologjiun, histori filologji, fakultetin. 2 fakultete. Jo, 1 me 1, jo, po pjesë jo, ç'a 2 fakultete. Thashë të privilegjoj partia kaq shumë sa që ka për 2 fakultete. Por kishin edhe ca gjëra, një familje armenesh komshit mi, domethënë i internuan diku nga 87, 88 kur po mbylli pazari dhe një nga ato ishte gjysi paralizum. Edhe tani nga një anë në çashin kaptinën në shkëm graniti, Shqipëria socialiste, nga ana tjetër internonin një burr gjys paralizum se isha arretis Aretyni djali vet. Domethënë familja Shahnajan. Domethënë kur i shifsha ato normal do ta urreje komunizmin. Çfarë këto qelpsina që na çajin kaptinën domethënë sa të fortë jemi dhe kanë frikë nga i plak gjysi paralizum. Si ishte plak më se ja 50 vjeç ishe ai shkreti. Pra të tilla gjëra të prekshin. Plus pasaj... Pra nuk vije nga një familje persekutuar, por jo, absolutisht jo. Ty nuk të pëlqente sistemi. E urreja dhe përbuzja, në fillim e përbuzja, pasaj dhe urreja sistemin. Çfarë ndodhi pas protestës 14 dhjetorit me ty personalisht? Të nesmen erdhën më arrestuan në punë, domethënë me mikrobuzin i Zaurën që i thëshim në atëherë, një Fiat 2000 duket një mikrobuz i Vockel, ble me paret e kontrabandës së cigareve. Se partia, se ka njerëz që nuk e dinë që partia bën edhe kontraband duhani në Itali. Ja, s'ka njeri që se di. Ka brezëri se di. S'ka njeri dhe jo vetëm kontrabandë duhani, se kur erdhi te thënë 90 që s'kishe molek, vetëm radioaktivitetin se bëri shoku Ramiz se e tremi një koja, një fizikant patriot shqiptar, e trëmbi Ramizin se donte me e kthy Shqipërinë në varrezë mbetjesh radioaktive kundrejt pagesës. Në bashkëpunime ka morrë napoletane, mirë po e trembi ky koje e tha s'kemi hartë të ujrave nëntoksore, tha. Ne e varrosëm. Do na helmohen gjithë. Mirë po, mund ta sjell radioaktiviteti ke çezmat e Tiranës, sa mund ta sjell e ujrat, kështu që nuk e dim. Vetëm atë se bëri shoku Ramiz, gjithë tjerat i bëri. Kur thua të gjithë tjerat përveç duhanit, cigareve, çfarë kontrabande tjetër ka bërë?
kontraband droge. Është bërë kontraband droge nga porti i Durrësit? Po. Çfarë lloj droge? Do më thënë emulonte Zaza, Nikola Zaza, që ishe shefi Lebionde, do më thënë i kontrabandës cigareve për kamorrën napoletane, por anën fizike emuloshin këto të Sacra Corona Unitës së Puljas, mafjes Puljas, që po formojnë atko, sidomos të çunat e Mezanjës, është një qytet e voskël në Pulja, Mezanje, këto emuloshin. Çfarë lloj droge merr? Heroin turke. Po Shqipëria nga e merrte heroinën turke? Do më thënë, ajo ishe heroin afgane, por ne merrshim nga Turqia. Nuk e di, a ishin kontakte me shërbimin sekret turk, a ishin me mafjen turke, nuk e di, po heroina ishe turke. Pra po më thua që Shqipëria socialiste shkëm granitin në brigjet e Adriatikut. 89-90 ka çuar heroin turke, atëherë ngjante shumë me kile, se tani është bë kokaina me tonelata, domethënë janë prish raportet. Mirë, dakord, po domethënë ka bërë trafik ndërkombëtar heroine. Po. Supervizori ishe kamorra napoletane. Po pala shqiptare nga kush përfaqësoi? Alp Transi. Ishte ndërmarrje shtetërore, sigurimi i shtetit, kuptohet, që Gjoja bënte vetëm kontrabandën e cigareve që ishte sekret. Po ne dinim që ishin repartet ushtarake që kishin numrin kod 101K. Jo, ata që merreshin me kontrabandë ushtarake. 101K-ja ishte rezervë shteti, ishte repart i rezervës. 101K. Pa kontrollohej nga ushtria? Jo, nuk kontrollohej nga ushtria. Po kush e ruante? Në rrugën e vjetër Durrës-Tiranë, që kalonte në kodrën e Rreshbullit, djatha, sa kalon kantinën e verave, të pijeve, që kanë qenë një grup magazinash, ato ishin në varësi të Ministrisë Mbrendshme, ruheshin nga reparti special i Ministrisë Mbrendshme, 324 duket, nuk jam i sigurt. Mirë, pra ishte objekt i rëndësisë veçantë dhe ruaj, ishte i kontrolluar. Po nga Ministria e Mbrendshme, jo nga ushtria. Okej. 101K ishte tjetër gjë, ishte rezerva shtetit, kishte të botë. Në rregull. Dhe çfarë ndodhi me arrestimin? Kush të arrestoi? Çfarë akuzash apo çfarë dyshime shpati? Arrestimi ka qenë shumë normal, biles arrita të bëj edhe i telefonat nga telefoni i zyrës. Erdhi Odiseja, një oficer policie që e njifsha, i minuti thash se do morë në telefon se më ka marrë drejtori për gjithëshëm i doganave, isha rrend, kuptohet. Mora në telefon Lekën, që ishe shefi katedrës italishës, mosha ime, edhe a ishe shkuar në këto demonstratat e studentëve, Lek Bezhani, edhe i thash që erdhi Zaura, do më thonë erdhën të marrin, kontakto se kishin ardhë një 2 gazetar suedes të një gazete zvenske Dagbladet. Taglebat, diçka e Dagbladet. Dagbladet, okej. Se ma i men, unë i kisha taku ato, kishin folë anglisht edhe ishe gjë e madhe, do më thënë që njofto gazetarët e huaj se ishe gjë e madhe. Plus, a i ishe njoftu dhe Giuseppe Coletën, që ishe sekretari politike e ambasadës italiane, pra ishe Bonami dhe këni nga ana italiane, Ramizin atko ishe shumë i friksuar kur kishe kontakte me të hujt, i kishe shumë frikë, se me në hodhi që mund të përfundote bashkë me në gjmijën si Ceaușescu me të shoqen. Edhe u shku në burg, aty do më thënë ke dhomat e para burgimit, dega punëve të mërshme që sot është drejtoria policisë, aty u bë kontrollit trupor këto. Hetusia ishte, jo në e gjokshit, se qfarë do më thënë, u fillu me organizat kundër revolucionare për përmbysjen e pushtetit popullor me dhunë, që e kishe nga 15 vjetë heqje lirie deri me vdekje, terror, diversion, bërë, akuza idiote, pastaj ran goditje personi zyrtar për shkak detyrës që unë s'kisha godit policë për kundër, një policë kisha mollu me trup duke i thonë, o, që keni me policën vlla, ne kemi me komitetin e partisë. Shkojmë atje, se në moment që polici by për tokë, s'të pengon do të mo. A ishi polici që në fjarë, me tollon rëndë dhe jo, me tollon. Akuz tjetër ishe neni 13 pranë bashkëpunim, sjellje pa denjë në shoqëri, dëmtimi pasuri socialiste me dashjen për masat më dha se kisha thy dyqanet e kisha... Në kombinim të gjitha akuzave nëse provoheshin sa vjetë burg, haja? Do më thënë, në fillim ishe nga 15 vjetë heqje lirie deri me vdekje, kurse këto akuzat që u lanë, se ranë shumë në hetusi, me akuzat që shkova në gjykat, ishin një 10 vjetë, se ishe rrethar rëndu se neni 13, do më thënë... Kur bë gjyqi? Gjyqi u bën Durrës, kryetari gjykatës e bëri Kim Hoxha, ai që dënoi me vdekje këtë poetin në Kukës. Hamzinelën. Po, mirë po situata ndronte me ditë dhe... Kur të erdhi rradha për të dalë në gjyq? 20 dhjetor. Mërna ditës mbaroi gjyqi. A, brenda vitit? 20 dhjetor më për 6 ditë mbrapa demonstratës. 6 ditë mbrapa demonstratës.
Po 14, po ke drejt, 6 ditë. 6 ditë mbrapa. Pas kanë qenë shumë eficiente gjykatat atëherë. Po isha urdhri Ramizit t'i dënojmë në mënyrë spektakolare që të mësojnë tjerët të... U dënove? Po, u dënova, mirë po ra bashkëpunimi se unë dola tek në gjyq. Ishin dënu 10 tjerë, unë dola tek, thash ku i kam bashkëpunëtorët, se neri 13 jo po ke qenë, unë du të dënohem bashkë me bashkëpunëtorët, ku janë? Mirë pa to si ishim mësu që ti kërkoj llogarim gjyq. Si ishim mësu që të talleshe me oficerë sigurimi që më dolën dëshmitar. Vllai këtë meqes që bën këtë opinionistin, analistin. I Arben Meqes. Po. Pra, do më thonë, ra neni 13, ku janë bashkëpunëtorët? Unë du të dënohem bashkë me bashkëpunëtorët e mi. Ra neni I thyrjes dyqaneve, ra neni goditjes personit zyrtar për ka, po ti ke bo thirrje ushtarëve të kufirit dhe ato kanë hulla automatikun. Po. Ku është goditja personit zyrtar për shkak detyrës? Sa as nuk I kanë fyer. Me autoritetin tim ato zgjodhen midis komisarit të pikës kontroll kalimit kufirit dhe fjalës time zgjodhen fjalët time. Që ti bëjmë se një gjuhë komisarit. Domethënë këto janë naive tani, por atë kohë ishin pak veçanta. Edhe sa u dënove? 6 muaj burg. Sa muaj bëre deri në 31 mars? Jo, sepse në datën 28 dhjetor u hap fjalë që do vishin tragetet nga Amerika me tanke, me autoblinda, po më ti do zbarkoshin Durrës në Amerika me tanke, me autoblinda dhe ne nga mrena burgut do sulmonim trupat që mbronin portin, plazhin, do I binim mas shpine me demek. Po. Domethënë idiotizmat një regjimi të dërguar, domethënë. Edhe na transferuan burgun e Spaçit, se deri atje nuk arrishin tanket amerikane deri në burgun e Spaçit. Në burgun e Spaçit pastaj për ditë, nëse në fillim kur shkum ditën e parë isha ai kordoni që gjushin me grushta me shkelma I policëve, po prap policët kur ishaja nga mama kishin frikë, nuk ishe paka që Gjon Rica, Gjoni Qenit kishe frikë në burgun e Spaçit, se ishe nga fytyrat më të egra atje, po kur ishaja nga mama kishe frikë. Nuk ishe gjë e pakët, Po se ditë që po ndodhte ndryshimi, prandaj. Po javën e para nga 10 janari ndodhi demonstrat në Rrëshen, I ran me tulla me shishe qumshi policisë në Rrëshen. Rrësheni 5 pallate, 10 shtëpia gjësejt. Ndodhi demonstrat në Lushnjë që e dha dhe televizori Tirana. Domethënë kur Lushnja del demonstrat. Domethënë sa qëndrove në Spaç? Në 28 janar unë u lirova sepse bashkë me të birën e një këngëtare nga Durrësi, ai ishte 14 vjeç klas 8, ne u lirum se na u ndru dënimi nga burg në riedukim nëpërmjet punës. 14 vjeç e kishin futur në burg? Po, sepse vllai I tij nga 16-17 vjeç kishte ikë me 2 korrikun. Po edhe? Dhe CIA amerikane, me ndërmjetësinë e shërbimit sekret italian, kishe rekrutuar vllain spion, 17-18 vjeç, s'duhet ishte 18 vjeç. Shazie Dollaku quhej kjo këngëtarja, dhe vllai kishe çu pako këtij dhe kishe rekrutuar spion të CIA-s klas 8. 14 vjeç e kanë çuar në Spaç? Po, 14 vjeç ishte dhe një Sajmir Visha nga spitali, po më duket se ke 3 çezmat, është një zonë në spital Durrësit, edhe ai ishte 14 vjeç. Edhe atë sepse e kishin spionu këto komshit, domethënë që ky ka qenë demonstrant, I ka gjujt me gur policëve. Ka mundësi që edhe ti ke gjujt me gur policëve. Po mirë, ti ke gjujt po 14 vjeç, ta çosh në Spaç, në burgun më të lashëm të Shqipërisë. Paktën Sajmiri nuk ishte spion I CIA-s, kurse ky I Shazie Dollakut, çuni I Shazies ishte spion I CIA-s. E kishte rekrutuar vllai, por kishte hyrë ndërmjetës shërbimi sekret italian. Jo, për këtë mosh jam I habitur. Nuk jam I habitur për marrëzinë e sistemit. Kisha dhe nga Elbasani, 14-15 vjeçar, kisha nga Elbasani, sepse ne kishim edhe demonstrata gjite e Elbasanit në Spaç. Kurse ato të Shkodrës, nga që ishin më të rrezikshëm se ne Durrësit, I kishin çuar burgun e Burrelit. Sepse tanket amerikane kur zbarkonin ne kishin më vështirë me shku deri në burg të Burrelit, prandaj. Me këtë CV që I bëre vetes në momentin e ndryshimit të sistemit, a hyre në Partinë Demokratike, tentove karrierën politike? Jo, s'kam tentuar karrierën politike, thjesht para se të vinte PD-ja në pushtet, para se të bonte ministër kjo qeveria e koalicionit, qeveria e stabilitetit Kenzo Ruli, unë u ktheva në dogan sepse më ndihmoi International Society for Human Rights e Frankfurtit, një OJQ, Ramizi kishte shumë frikë,
u bë një sherr shumë i madh se do shkonte Neritan Ceka bashkë me Ramizin të firmose hyrjen e Shqipërisë në KSBE, sa atëherë quhej KSBE. Mirë, po nga pikat ishin nga lirimi i Fatos Lubonjës nga burgu, se ishin këto të terrorit, këto më të rrezikshmet, e deri ke kthimi im në punë. Domethënë ishin një 20 pika që Ramizi i plotsoi shpejt se i donte që të shiste mend që shikore se unë jam demokrat, unë jam i përmirësuar, ose jam komunist reformator, sa ashtu e quajte vetë. Gorbaçov. Gorbaçovi Ballkanit, po. Domethënë nuk e tentova, nuk të joshi kurrë një parti politike që të bëhesh antar ta shikoje veten si politikan karriere. Ka marrë pjesë që në zgjedhjet e 91-shit, që në mars të 91-shit në qendrën e votimit që ishte ke burgu. Se zguxonte njëri të shkonte atje dhe ka marrë pjesë. Qartë, por nuk e pe si karrierë. Jo, deri në fundin e shkurtit të 2000-shit nuk jam marrë me atë punë. Është tjetër, po mirë, kam votuar, kam marrë pjesë në protesta të ndryshme të tjerë, por jo që të aspiroj të bëhem antar i PD-s apo të bëj karrierë politike, sepse italianët u tallën me 2 ministra në Ballkani, që ishin ministro Bambino, ministrin e mbrojtjes slovenisë, që tregoi veten në luftën 10 ditore në qershor 91-shit, dhe me ministrin ton, ministro Bambino të qeverisë së Salës, të Meksit, qeveria Meksi 1. Si ministër? Tanoxhën. Edhe unë e kisha shumë inat kur u tallshin italianët, thoshin ministro Bambino, domethënë ministri Kalamo. Në kuptimin që ishte i ri shumë. Po, shumë i ri, dhe tani unë jam datëlindja 66. Tani domethënë e quaj i çiksi, domethënë merresh me politikë në rang deputeti, ministri, qoftë drejtor. Sa Tan Hoxha atëherë 25 vjeç, më duket kur u bë ministër? 26. Po si varja se s'është ne gjë, se vlen më mor, po. E kisha llafin që domethënë nofta e kisha dhe gabim, nofta isha më dhe se ç'duhet. Pretenda se unë jam shumë i ri, si mund të marr unë përgjegjësi. Se atëherë nuk ishe firmoz, po lekët edhe ec. O do bosh i çik burgo, do qash ferrën, do ikësh diku në Amerikën Latine. Si ai Driza i popullit, fondacionit popullit. Pra nuk doje të bëhesh politikan, nuk të lanë të vazhdoje punën si doganier dhe u riktheva në qershor të 91-shit. Po më vonë u largove sërish, po kaloj. Jo. Po kaloj me xhiro të shpejta. Në 98-ën pushu nga puna se erdhën armiqtë e mi në pushtet, normal. Pra, ti pavarësisht se nuk hyre në PD, ti konsideroje prap Partinë Socialiste armike të shqiptarëve. Po normal. S'kishin ndrruar asgjë. Ja janë po ato. Biles tani janë më të rrezikshëm sepse kanë edhe përkraje ndërkombëtare. Në 98-ën ti kalon nga doganier në gazetar investigativ. Jo, pushohem nga puna në janar të 98-s, më transferuan në Kapshtit, se me nun ky nuk do shkoj se. Mirë, po me armë do shkoj rahat Kapshtit, se ti bandit në ke zonë rrugën, unë armë ti armë, plumi im të shpon ty, plumi jo të shpon mu. Unë kështu jam sot i bëj hesabet e mia. Dhe shkoj në punë Kapshtit se të shkoje me armë. Po, që në shtator të 97-s. Deri janar erdhi faksi, se atëherë pushoheshe me faks, se tani e kanë harruar njerëzit çfarë është faksi. Po ti shkove në punë, pse të pushohen? Po, më pushuan nga puna pa arsye, domethënë. Pas edhe një arsye. Kundërshton reformën. Jo, as kundërshton reformën, thjesht ndërpret marrëdhëniet e punës. Non grata. Po, domethënë nuk më prishte punë. Non grata për Partinë Socialiste. Kuptohet, unë si mokrar që jam në origjinë, u akmorra ndaj Gzim Bletës, drejtorit përgjithshëm doganave që më pushoi nga puna, i hapa të lash edhe Ben Malet, ministri që e kishe vonë Bletën atje. Do flasi për këto? Jo, më kaq, u akmorra. Si u akmorra? Unë gjithmonë punoj në bashkëpunime të hujet. Domethënë je edhe poliagent. Po normal, unë jam 90 në poliagent më të Tani hapi u partisë, më thuaj me sa agenturat huaja punon dhe mi rendit agenturat e huaja. Domethënë si amerikane, italianët, anglezët, se kanë bërë kurse kualifikimin dogan me doganat angleze, kurse zyrtare, vishin këtu në mënyrë zyrtare. Jo commercial fraud, pra mashtrimi tregtar, drugs enforcement, antidrog, domethënë counter-terrorism, kundra terrorizmit, e tjerë. Pra, i cijas po italianës diskutohet, dyshohet dhe grek se ky është ortodoks, duhet ketë ndaj lidhje me se ala i thon asfalia idiotët, nuk e din as e hypin e sotëm as qypin e djeshëm të Greqisë.
me iranianët, sa harrova spion me iranianët, me anglezët, domethënë ja Tash pjesa në Iran me cilët je? Me ata që kemi ne këtu në Hamallaj apo me ata që janë pushtet? Ato janë ato të Manzës janë ish terroristë. Me këto me mullahët janë pushtet, spioni këtyre. Me ajatollahët. Po, spioni këtyre terroristë të tjerë. Dakor, po cilit janë kontaktet e tu, se ti nuk shkon drejt për drejt me CIA në kontakt, ti ke ndërmjetës. Cilit janë ndërmjetës? Në 90-ën unë isha i CIA se unë di anglisht. Edhe këto CIA din anglisht, kuptoti? Qëllon që din, po. Qëllon që din. Unë kam pas shansin që të deportojnë mediat e huaja, jo t'ja plek si Lali Fiku edhe të botoj artiku, jo sa bukur e ka bot Tiranë në Lali Fiku. Ke New York Times i falenderoj Chiversin, gazetarin e luftës që kanë ato, që u botu një shkrim për trafikun e armëve nga Shqipëria ke Gaddafi. Flasim në pranverën arabe 2011 me Bloombergun, me La Repubblica, me Il Libero në Itali, me Oslobođenja Bosnja, me Globus, gazet kroate, me Danin në Maltëzi, me këtë Miami New Times, Kiev Posti ka botu një artikull tim për trafikun e raketave Igla 16 dhe 18 prodhim Ukrainas që shkoshin në një vend nazi për një grup terrorist, kaloshin nëpërmjet Shqipërisë. Raketa që vinin nga Kievi përmes Shqipërisë shkonin për një grup terrorist? Po. Mos sqaron pak? Ka oficerët katonar shqiptar, qoftë edhe general, u gjetën keq mas Gërdecit. Domethënë erdhën ca OPG koti dhe u morën gjithë dokumentat për zyra. Përfshi dhe kompjuterin personal të majorit Pinari, që është një gjeni i trafikimit të armëve, materialeve për përdorim të dyfishtë, të eksplozivëve dhe të municioneve. Dhe aty kishe mira dokumenta se Gërdeci nuk kishe thjesht demontim. Po më thua që oficeri shqiptar Pinari ka bërë trafik? Po. Armësh? Kam botuar një 30 artikuj. Nga Korea Veriut ka marrë, nga Irani. Ne kemi importuar... Dhe kujt ja shiste këto armë? Nuk e di. Nuk jetë përfituesi? Domethënë, ishin kompani Front Company, domethënë ishin kompani Guaska. Okej, që i blini për llogaritë të tjerë. Dhe pastaj i zotë di ku shkoshin. Por dokumentat janë shumë. Po ka qenë jashtëligjshme? Normal shkeleshin konventa, pavarësisht se u përdorte IUC-ja, domethënë end user certificate për ta justifikuar, por pra lajeshin duart që unë kam shitur një kompani të regjistruar ligjërisht në Aruba apo në ishull Seychelles. Jo, kryesisht në Seychelles. Në Seychelles. Në Aloha Center, se unë kam qenë bëllë pazarin ke kjo qendra, një zyrë regjistrohen 300 kompani. Pra në Gërdec nuk bëhej demontim. Bëhej demontim, po demontimi ishte bryma e parafundit e kavallit. Domethënë ishte mbulesë. Jo, ishte aktivitet që pillte lek, po trafiku pillte shumë më tepër lek. Po pra në këtë kuptim ishte mbulesë, sepse nuk ishte qëllimi kryesor. Po. Po pse nuk është folur kurrë në mediat shqiptare që në Gërdec bëj trafik? Nuk e kam harruar trafikun nga Ukraina, ëh? S'është vërtet që sfite. Gazeta Investigimi ka botu disa shkrime të mi, deri dhe tema e Merobazës ka botu shkrime. Biles Merobazja shkeli dhe i qik etikën sepse nxorri emrin e shefit stacionit të CIA-s në ambasadën amerikane në Tiranë, nxorri dhe numrin e tij telefonit. Dhe amerikanët u detyruan e transferuan në Almaty, në Astana të Kazakistanit atë të shkretin. Po ndërkohë që ti ke bërë këto shkrime, pse s'kan pasur ja, pse nuk e thirrur në televizionet i për t'i thënë ato që dije? Jam thirrur. Nuk je pa dashur të fyej, nuk je personazh televiziv. Nuk je nga ata që dalin çdo muaj te Blendi Fevziu apo te Ylli Rakipi apo te tjerë. Unë nuk bëj pjesë ke grupi analist gjenerik pompistëve. Siç thotë zoti Drishti. Problemi është këtu që në një emision të Merobazës ke Vision Plusi është përmendur, kjo kam qenë unë, dhe kam folur me fakte, po këto janë gjërat vjetra, kanë ndodhur 2007, në fillim 2008. Okej, mirë, dakord. Atëherë vim tek një ngjarje më e freskët. Trafik raketash nga Ukraina përmes Shqipërisë. Edhe ajo është e 2007-s.
Edhe nga Irani ka ardhur deri C4, Charlie 4, prodhimi iranian me tonë, jo me kile. Po flasim për eksploziv. Po, C4, eksploziv plastik. Që është shumë i fuqishëm. Po, një 13 ton, mos gabohem, duhet i shoh. 10 ton. Po. Ka ardhur nga Irani me avion, kam edhe dokumentat që ka shku Pinari në Iran, se shteti punon me letra. Ka marrë dieta tjetri që ka shku në Teheran. Ka marrë dieta, kalon gjurë. Në Gërdec, ka hyrë makina ambasadës amerikane, debilet me targa diplomatike kanë hyrë aty. Ushtari ka shkrujt se isha ala me defter. E ka shkrujt defter, makina me targa kaq, me lej kalim nga Lepurush Hoxha, Luan Hoxha, shefi shtabit general meja 3-4 hyje, se unë i them Lepurush Hoxha për ta tallur atë far generali, ka hyrë makina e ambasadës amerikane, se që ka dashur Gërdec nuk e di, duhet pyet, domethënë. Okej. Por, unë du të vijnë ditë e sotme se këto janë aqua passata, thot italiane. Vim në ditët e sotme, se mendova se këtë trafikun e raketëve e kanë bërë tani që është në luftë Ukraina me Rusi. Ja, është e vjetër. Në atë kohë, këto, domethënë oficerët Ukrainës shitsin edhe brekte veta për lek, domethënë, çka kishin arsenale shit, merr lek, da lek. Ishte tjetër Ukraina jo. Okej. Më the që në 98-ën e urreje Partinë Socialiste sepse mendoje që s'kishte bërë asnjë ndryshim. Jo. Nga Partia Komuniste. Sot që kanë kaluar edhe një 20 vjet të tjerë, jo më shumë, 27 vjet të tjerë, si e shikon Partinë Socialiste? Nuk është më Parti Socialiste, s'është më parti. Është thjesht një organizatë mafioze që ka një mbështetje të goxhashme ndërkombëtare. Jashtëzakonisht e rrezikshme, jo thjesht për Shqipërinë, por është rrezikshme për aleatët tonë në NATO. Vinditet tona. Po pra. Para partinë e sotshme. Pse është organizatë mafioze kjo? Domethënë, unë kur nuk flas, dëgjova dikë ke radhave e gurit që tha kështu, ose lexova me i blog apo lexova qoftë edhe një mainstream gazetën The Guardian, është shumë serioze angleze. Unë flas për gjëra që i kanë prekur me dorë, që i kanë verifikuar vetë, ose që i kam nga 3 burime të pavarur nga njëri tjetri, se teoria është 2 burime, jo, unë punoj me 3. Për shembull, to marrim para 2-3 javësh, doganat e Kosovës rastisht kapën disa kuntal eksploziv. Nuk po them për blasting caps, domethënë kapsolla detonatore tip poliele etj. Një 2 kuntal ishin në prodhim eksploziv amerikan nga një kompani në Cleveland të Ohio's. Pra, nuk ishe kanabis që ishe rrit Lazarati ke kodra e Kordickës. Në një kuntal tjetër ishe eksploziv prodhim polak. U myll çështja. Nga vdinte për në Kosovë? Nga Morina, jo. Pra nga Shqipëria. Hyte në vërmisë të Kosovës, nga Shqipëria, okay. Problemi, kjo çështje u myll, biles shokët e antiterrorit në bashkëpunim me këto kolegët e MIT mediave, u morën me 2 katolikë që ishin konvertuar debilët në musliman, jo kishin ISIS-in, jo kishin ca kallash të ndryshkur që nuk shtinin kallashët, jo njëri prej tyre ishe plagos, po policia nuk kishe shti, se si ishe plagos ai njelet për të pa, domethënë, të s'kisha as gjurmë të djegjes barutit, pra si ishe vetë plagosur. Se dojë distancë arma nga trupi që të vetë plagosësh. Kishin vënë edhe e falsifikuar kjo i flamur të ISIS-it për të sfumuar Morinën. Është gjë shumë e rëndë. Mos harroj që të ke bondstillin Kosovë dhe bëhet fjalë për kuintal eksploziv nga Amerika. Si erdhi më në Shqipëri? Kush ishte personin për cilin ishte destinuar ngarkesa? Duhet pyet kosovarët. Po rëndësi ka që u kap shoferi. Ishte për të tranzituar apo kishte destinacion? Jo, ishte një makinë, ishin këto eksplozivet, kishte edhe fitil zjarr përcjellës, kishte edhe kështu kapsolla detonatore. Më duket se ishin prodhimi Malizi, ka një fabrikë në qytetin e Beranës malazeze që prodhojnë nga këto. Më duket se ishin kapsolla detonatore të tipit poliel, por nuk jam i sigurt se duhet shkosh Kosovë të shohësh. Jo, nuk detaj, po domethënë vinin nga Shqipëria, nuk janë prodhuar në Shqipëri. Jo, thuaj që janë prodhuar në Amerikë dhe në vende të tjera. Kishte sasi prodhim mjekësit, fabrika e mjekësit afër Elbasanit, patent Bofors, eksplozivi, po ishte sasi e vogël, më pak se i kuintal. Po që është prap Ministria e Mbrojtjes në lojë, sepse ai është po varja mund të ai është prodhues që kontrollohet nga Ministria e Mbrojtjes. Po kur vodhën depot në 97-ën është nga ajo kohë. Kupton?
ta zem. Por Dhe nuk dihet se kush duhet në i merrte. depot e Zhulalit nuk kishte eksploziv amerikan, as eksploziv polak. Nuk kishte vëlla. Po nuk dihet në Kosovë për cilin ishin destinuar këto ngarkesa. Me siguri me gjujt peshk ke u mbledh si ujmanit Gazivodës. Jo, sa ti është kufiri, nuk lejon. Po ç'lidhje ka kjo me Partinë Socialiste? Pse po thua që Partia Socialiste është organizatë mafioze dhe mëson këtë shembull? Jo, këtë shembullun e solla që është bërë e rrezikshme edhe për tjerët. Aha, domethënë që Shqipëria tashti nga faktor stabiliteti mund të bëhet faktor destabiliteti. Jeni me ato prallat me faktor stabiliteti. Është bërë e rrezikshme. Është jashtë kontrollit, po thua. Po mos pa unë nivelin ke sale pas ka vjell. E kush e rrun në këtë botë, kush e rruan Edin, se u përdor eufemizma, nuk them fjalë pista. Kush e rruan Edin në këtë botë se që kanë vjell paret e shqiptarëve. Është kthyer në një rrezik. Ka një novel, një roman që quhet Clear and Present Danger, është bërë edhe film nga Hollywoodi. Në aty, një kartel kolumbian i kokainës, me ndihmën e një koloneli i shërbimit sekret të Castro, që kishte dezertuar, kishte shkuar në shërbim këtyne, arrin t'i prish imenin presidentit në detyrë të Amerikës, edhe i thot, sa ton drog do t'i kapi Dea në muj? Të tregoj unë, kap të rival të këtyre. Sa do me kap, sa nga këto bandat e këtyre, do me thënë, hispanikëve do të arrestosh, ose t'i vrasësh. Më thuj ti them unë, atë kanalin tim lere ha, do më thënë. Mirë po, karteli gaboj, vrau një 2 CIA-s edhe numri 2 i CIA-s, drejtori operacioneve, ekuivalente i njonit që ka në Shqipëri këtu, po s'ka rëndësi, Peter Gosit, azgjësoi kartelin. Shkoj puna i tha presidentit që thash atë urdhë, tha se menova që po siguroja jetën amerikanëve, jo e vogël kjo. Kjo ka ndodhur me zonjën Meloni, ky nuk është konspiracion. Edi Rama pavarësisht se i pull dorën, i serviloset, i bim gjunj, kjo është shfaqje. Thelbi është zonja Meloni është marr peng nga Edi Rama. Pritani se kjo është shumë e fortë dhe kërkon sqarim. Po, që të bindi publikun se kryeministri i një vendi antar të NATO-s, vendi antar i Kështatës, ka marrë me 60 milion banor. Një shtëpiake të dëshpëruar që është kryeministre e Italisë. Si e ka marrë peng? Nuk e ka marrë peng me pistolet ke koka. Këtë unë se kam shumë për shqiptarët, e kam për nënpunësit e kati 3 të ambasadës italiane. Okay. Konkretisht, Sala na çan kaptinën dhe thotë që nga porti i Durrësit ka 3 vjet që s'kapet i kile kokainë se kontrollojnë troplinët. Unë bëj pyetjen, të më gjejnë gazetarë shqiptar ose italian, një rast që një nga portet italiane të jetë kapur nga Shqipëria, jo thjesht Ancona, Bari, Brindisi ku shkojnë targetet dhe portet tjera, të jetë kapur më shumë se 7 kile kokainë. Është kap thellësi, 50 kile, 70 kile. Pra ka shku kokaina, ke magazina, po flasim terma tregtar, pika e madhe është përndazjes, Alin Grosso, dhe është kap aty. Po jo kur kam rritë Shqipëri, si ka mundësi që mirë portin e Durrësit e kontrollokan troplinët, po portet italiane, si s'kapet kokainë. Se këtu hyn me tonelata, i bi që edhe qendë e bllokut duhet të pinë kokainë më shumë se ç'pije Edi Rama. Po nuk mendon që drejtimi i lëvizjes duhet të jetë invers, pra nga Shqipëria drejt Italisë, jo nga Italia drejt Shqipërisë. Po pra dhe nuk është kap portet italiane heroin vjen nga Shqipëria më shumë se 7 kg. Që vjen nga Shqipëria, jo që shkon drejt Shqipërisë. E dyta, kush e komandon? Pse? Se në portet italiane veproroja financës, që është në vete. Veprojnë karabinierët, vepron policia di Stato, me raste dhe Digosi antiterrori, vepronën e dogana dhe kapiteneria di Porto dhe Guardia Costiera, po varja këtyre. Tani kush është që i komandon këto? Apo janë budalle italianët, apo janë bërë shumë të menshëm trafikantë shqiptarë, dhe s'është kap 7 kg. Unë sfidoj gjithë kolegët shqiptarë dhe italianë, më thonë, kur janë kap 7 kg? U mora me drogën, nuk u mora me radioaktivitetin. Përgjigja është, jo, nuk ka ndodhur, bukuri. Ma thuaj si Rama e ka marrë peng Melonin. Kush ka dhënë urdhër që mos kapet kokaina në portet shqiptare, që vjen nga Shqipëria në portet italiane? Kush mund të ketë urdhëruar? Ndragheta. Ndragheta komandoka dhe erojën e financës dhe karabinierët, edhe policia di Stato, po prit tani çka Ndragheta tani apo tani kur generali Lizi deli përfshi. Po, generale di divizione me 2 yje, po, e bleu ai shea i Vlorës. Po pra në rregull, pse po habitemi që
më falu, ble dhe koloneli Rojës Financës që tha që është kap 96% e kanabisit. S'ka nevojë mafia t'i korruptojë të gjitha kapitaneritë, të gjitha porteve italiane. Mjafton një. Po njëri duhet që ta di që e ka kanalin të sigurt dhe e kanalizon të drogën atje. Ka korruptuar, trembur, blerë, të gjithë organet, ë? Po e supozojmë ashtu. Po ç'lidhje ka me Melonin? Pse Rama kontrollon Melonin? Kush i komandon këto? Mafia i paska bler gjithë. Pra ti mendon që kanë marrë urdhër nga Meloni këta për të lejuar drogën shqiptare të vi? Prit se s'ka mbaruar. Si ka mundësi që policët italian 007-at italiane e më thash që flejnë në Shëngjin nuk shohin asgjë? Flejnë Shëngjin me paret e taksa paguzve italian. Si ka mundësi që nuk shohin asgjë? Kaq nuk flas dot më shumë më Shëngjinin se është problem. Se janë edhe ato afganët e Sorosit. Që kanë ardhur, kam letrat e rina si të passenger list avionëve, kanë ardhur në janar të 2025-s. U tha, do i vriqin Talibanët kur ikën me vrap amerikanët nga Kabuli, kur u evakuon si u evakuan. Këta kanë ardhur nga Pakistani, po nga... Nuk e di nga kanë ardhur, po kanë ardhur... Pakistani, po ikën dhe në Gjermani shumë. Kanë ardhur në janar të 2025-s, mund kanë ardhur para jave, unë flas për letrat, pra për passenger list, listat e pasagjerëve. Pra, iku kjo, si nuk e shohin ato? Janë jo profesional, janë budallej policët italian. Nuk janë drejtë ta hajë se morin vesh nga zanati. Iku kjo. Tjetër, mafjen e metaleve që ka eksportuar në Itali. U kap në fund janarit të 2025-s 2 kërkesa, nga 68 ton, në jo e madhe, me metale të rënda që ndodhin në ambientin, pra është zinku, palladiumi, plumbi. Ajo historia metalurgjiku, plumbi, gjak, komunizëm e tjera e tjera. U bllokuan Ancona, doli dhe komunikata e Rojës Financës dhe u ndërprej gjithë procesi. Një kompani shqiptare eksportonte për 2 kompani italiane, uma ato problematike ato kompanitë italiane. U mbyll procesi. Kush mund të urdhëroj giudice indagini preliminari gjykatësin e hetimeve paraprake në Itali? Është shumë e vështirë. E prori. Trieste. Kalun ato 102 kontenerë që u tha 100, pasaj u bonu 102 ato që ishin nga Durrësi, që isha ajo Giovanna Sokoli diku nga malet e Pukës me origjinë. Dhe? Fillun hetimet u bllokun Trieste. U bllokun hetimet se anija erdhi, quhet feeder, pra anija që marrin pa kontener, disa qindra kontener, jo ato anija që marrin mira kontener, u shkarkuan Trieste, hypën në anije tjetër, quhet transportim. Dhe aty fillon hetimet u bllokun. Si? Nuk po the pasaj që shkuan si erdhën në Shqipëri, si na lun Turqi. Nuk kundërshtoj për faktin që në Itali vazhdon të ekzistojë ndrangheta, vazhdon të ekzistojë Sacra Corona Unita, vazhdon të ekzistojë Cosa Nostra. Edhe në portin Porto Dorico, domethënë edhe në Ancona? Që nuk po kundërshtoj faktin këto, po pse po mendon ti që po e shpall madje, dhe kjo është teori konspiracionit për sa kohë ke provuar, që Rama kontrollon Meloni, që e ka marrë peng Melonin. U bëj një pyetje, ose një sfidë, i kërkoj Rojës Financës italiane, Policia di Stato, Karabinierëve, 007-ave italiane, Digosit, të kapi më shumë se 7 kg kokainë të ardhur nga Shqipëria, se heroinë edhe kanë kapur, që është e vërteta, në një nga pikat e hyrjes në Itali. Porta, me motorskafke plazhi, çfarë themu në San Foca të Leçes, ose San Cataldo të Leçes, po japë emër plazhes në mënyrë qëllimshme. Names dropping teknik quhet kjo në marrëdhënie me publikun. Po i di se kam qenë ato plazhe. Bravo. Afër asaj pjesës së mbrojtur Ligatinës çfarë. Po mirë, hajt po ta pranojmë që e ka korruptuar Melonin. Jo, dhe e ka marrë peng. E ka marrë peng, nuk e di me çfarë. Nuk e di, nuk është se e ka bler me lek. E ka marrë peng me. Nuk guxon njeri të preki ngarkesat me kokainë me kuintal nga Shqipëria, nuk guxon. Mirë se portin e Durrësit si mas sales, varja më pun sale e komando antropinat, po portet italiane, kush e komandon në burg? Që si prek njëri nga rkesat. Pastaj, një gjykatëse i gocë e re, vuri nën sekuestro një 2-3 kompani të këtij Abules. Ky i brekëve të Arieles, çfarë është kjo gruaja e Aioles, Xocës. Dhe i vuri në sekuestro këto 2 kompani
sepse këto kishin paraqitur dokumenta të falsifikuara për skrap alumini, shqiptar majnë i men skrap alumini, që ishte i ndotur me radioaktivitet. Kjo nuk është teori konspirative, sepse është i vendim gjykate. Në moment që është vendim gjykate, ka marru pazari. U bllokun kompanitë se në dogan e Durrësit, pra është lanë gjurmë me shkrim zotëri, kishin paraqitur dokumenta të falsifikuara për skrap që ishte i ndotur nga radioaktiviteti. Skrapi është serb. I kemi vllazë serb. Pretendoni që ishte skrap i thjesht i pandotur. Më fal. Pra ky ishte falsifikim. Jo, ishte skrap që kisha ardhi pastër i virgjër, skrap alumini. Po pra. Ishte importuar pra në dokumentacion mohoi ndotja radioaktive. Ai kishte importuar me lincensë të lëshuar nga Ministria e Mjedisit me firmën e kalorëses së Legionit të Nderit Mirela Kumbaros, dakor? Problemi është këtu. Kjo ishte Mirela Kumbaro që firmoste këtu. Nuk mund të importosh skrap pa licencë. Okej. Nuk po hy për një vendim të Këshillit të Ministrave të vitit 2012 me firmën e Salës dhe të Fatmir Mediut, është tjetër jo, nuk hy aty. Pra, skrapi vjen nga Serbia, vjen në Tivar, Antivario, Bart, Malici, me kurrudh, nga aty ngarkohet në Anije dhe vjen Durrës. Në Durrës paraqiten dokumentat falsifikuara që ky është skrap normal në shumatura, quhet italisht, durali, dhe vjen këtu për t'u shkrirë zotëri. Vjen këtu për t'u shkrirë. Dhe na del që ishte me radioaktivitet, bllokohen kompanitë, bëhen demarshe për t'u zbllokuar, shkon puna në gjykatën e apelit. Nuk po e përmend emrin e kësaj gocës së gjykatës, por nuk është pa gjë kjo, se dashnorën e vet e ka në BKH, vjerrën e ka nga këto organizmat që kontrollojnë drejtsinë, që bëjnë këto vettingjet e këto gjonat, pra është ke si thush e korracuar, nuk është i kalamo bukurosh. Dhe aty është Arta Marku, që ka qenë prokurore e përgjithshëm për ca kohë, duhet pyet zoti Ulsi për hollësi. Dhe lirohen kompanitë. Është e vërtetë që ka pasi çik radioaktivitet mrena i këto të aluminit, por ka gabu gjykatësia që i ka bllokuar kompanitë. Bëhet fjalë për Abulën, të gjithë rrinë deri ke bregët e Ajolës, nuk shkojnë për te i bregëve të Ajolës ka Abulja. Nuk po ja hy gjonave tjera të Abulës, po merren me radioaktivitetin, se të rriun të merren me dava evazioni fiskale, kësaj budalliqe zbocke. Shiko, ne sot nuk i ezaurojmë sigurisht temat që do diskutonin bashkë, që ne do lëm takim tjetër. Po, mani men radioaktivitetin. Aluminin me radioaktivitet, se u kapën edhe ca indianer, ca sik, ca bangladeshra, ca nga Nepali në Elbasan, u kapën dhe u lirun ato. Ato shkrinin ndër tjera dhe alumin. Dhe lënda e parë nuk ishte vetëm shkrinin aluminin. Në një nga këto kovaçanat e ish metalurgjikut. Dhe rastësisht kjo është e rëndësishme dhe mbyllim, ato një pjesë ishin aluminer skrapra të mbledhur në për Shqipëri, jo kanaçe, jo që themun testato motorri për aluminium thash, një pjesë ishte alumin që vinte nga Serbia. Importohej nga Serbia. Dakor? Nëpërmjet Malici. Kemi 15 minuta kohë, ne do të takohemi prapë, se unë shoh se nuk i ezaurojmë dot gjithë ato që di ti në një bisedë të vetme një orëshe. Në këto 15 minutat e fundit, lutem më thuaj çfarë di për dy personazhet VIP të këtij muaji që janë personazhe të mediatizuar për shkak të problemeve me drejtsinë, Agasin dhe Ballukun. Atëre. Unë nuk e kam taku kur Agasin, maksimumi e kam pa distancë 30-40 metra. Me babën atit kemi pas një përplasje në 2001 kur donte me i vjedh votat kandidatës së PD-s Liris, doktoresh Liris. Arriti t'i vjedhë votat edhe me gjykat, se kapitulloi pjesërisht PD-ja nga ato pjesëligjet që bë Sala, ato shampazaret e Salës. Ai ishte një djalë që e gënjeu Trahanaja. Ai nuk njëjoi një këshill që ju dha, nuk shnoshet ai që ha shumë, po ai që tret mirë. Ai menoi që ka Ramën mrapa dhe mund të bëj çdo gjë. Rama shetën e Olsin e vet. Thot, po ti unë kam vllah, kur di me çinë gazon, mama se gazon me kristaqi kët.
Atë ka pas dyshim dhe për veten ai. Kështu për çunin, jo për veten. Po pra. Kështu që duke qenë kalamo, ai u mësu me shumë pare, u mësu të komandonte, mirë po harronte që Rama këto i përdor si ato dorezët plastike ke salla operacionit, marrë punën, hudhen. Kur Rama hudhi nar kokën që ishe nona e konspiracionit, pavarësisht mungesë shkollimi etj. Kur hodhi gjushin që kishe bëj shkollë të lartë për inxhinieri, mirë keq. Kishe provu emigracionin, kishe provu gradualisht biznesin privat, hipotekën, njënën tjetër, pra nuk ishe praf me telekomand hudhi përpjet. Këti eran shumë gjëra në kurriz. Dikush në një mend që më kishte këshilluar që maj këto prova. Mirë, po provat majën që mos binë në durë të armikut. Provat kanë rënë në durë të armikut. Për çfarë provash bëhet fjalë? Po ky kishe maninë e priftit të Lipovshës, tan priftit. Ky filmonte çdo takim. Pra vion me boj biznes droge ke zyra jote. Edhe hapronte ti fshinte. Jo, i kishe ruajtur gjitha dhe ran se këto që kanë dalë, janë asgjë, janë as maja e Esbergut, pra as një etet atyre që janë kapur. Këtu kanë dalë sa gjona me balluken, domethënë pra ka kërcënu Gjiknurin. Pa hama po tani. Ministër ka qenë Gjiknuri, kur ka qenë sekretari përgjithshëm i Ministrisë Mbrojtjes Kalamo, më pak se 30 vjeç, ka trafikunja 14 raketa supi kundër aerore, pa jo në gjë e madhe, me firmën e vet, se në atë kohë ishte sekretari përgjithshëm që firmoste EUC, End User Certificate. Tash do ta zbardh këtë intervistë të bëj gati pyetje për intervistën tjetër. Po rrim këta të dy. Mos u hap. Ka kërcënu Gjiknurin. Pa hapë, po tani ma Gjiknuri ka kërcënu. Problemi nuk është aty. Problemi është nuk është folja la për drogën, për kuintalet dhe tonelatat e drogës, çka ka regjistruar ai. Pastaj ai ka regjistruar dhe Vlora Hysenin, se këtë ka marrë mik personali, se ka bënja 3 relacione kundra meje dhe miku tim Olsi Jazexhiut, kjo Vlora, kjo shefja e shërbimit. Po, që vjen nga i familje shqiptarësh nërshëm 3 gjenerata në Kosovë. Shqiptarët nërshëm, është i term që përdoret në Republikën e Kosovës. Pra, çka ka po ky me këtë Vlorën? Ja regjistruar dhe ato. Kjo është interesantja. Pra ka biseda Agasi Hyseni që janë të regjistruara apo thonë? Nuk po them telefonat, se këto janë budallëj mërti. Këto janë budallëj. Mafia jonë është mafia idiote. Shko blet telefon ke qifuti në Hollandë se nuk përgjohet ky. Dhe nuk u përgjun telefonat. Biles ka pas me demek mafios shqiptar që i kanë blenë Serbi telefonat që nuk përgjohen, se i blenë ma lirë Serbi. Edhe Serbi nuk ja fut shqiptarit, ba zolla, ku ka qëllu në herë t'ja fuzi shqiptarit Serbi. Se kanë zakonat. Nuk e kanë zakon në këtë, pra ta kanë vlafin. Ky është problemi Agasit. Dhe A është e vërtet sipas teje që Agasi ka qenë ndërlidhësi i Ramës me botën e krimit? Jo vetëm me botën e krimit edhe. Ka Agasi kanë shku dhe diplomat huj, ka jo zyra aty. Për çfarë arsye? Ka qenë zyra bukur, me mobilje moderne, me rimesot lezetshme, me verë të mirë. Ndër tjera. Pra, aty nuk ka qenë vetëm bota e krimit, deputet, prefekt, drejtorish. Se thuhet bota e krimit. Nuk ka dalë as surrat kriminali aty. S'ka dalë valla. Thjesht ky ka thonë do i themi çunave të merren me këtë, domethënë. Ta zgjidhin këtë problem me metoda, domethënë proaktive. Metoda bindse. Kaq. Por aty s'ka dalë në një kriminal në kërkim deri tani. Pra, unë shpresoj se m'vjen keq për atë, se është goxha i ri, 37 vjeç. Shpresoj që ai të zhduket në ai cep botës, sepse nuk është i sigurt as në Emiratin Sharjah të Emirateve të Bashkuara Arabe. Emiratin Sharjah. Pra po thua që është më i rrezikuar i lirë se sa në burg. Po, sepse ai nga që di shumë se në gjyq nuk mjaftojnë vetëm videot, duhet merresh pyetje edhe ti. Pastaj, këtu e kombinatin me Salën. Kjo punë ka filluar ke cigaret, jo cigaret Marlboro që thon këto të falsifikuar në Shqipëri, se janë ca nga këto analizë gjenerik pompistët. Bëhet fjalë për cigare të falsifikuara që është markë mbrojtur egyptiane Kleopatra. Dhe kjo ka ca vjet që ka filluar. Për fabrikën e cigareve të Librazhdit, që ka qenë një herë i kohë atit Veliajt, Vebi Velia, etj. Mirë po. Që bënte kontrabanda dhe atëherë. Çfarë bënte? Bënte dhe partnerin, cigaren partner me Malnezi,
kam punu me këtë Veshovicin e Malici, një gazetar Chun King, për këtë punë. Pra, problemi është Salës i shkoi Shakira, sekretare e tretë e ambasadës angleze, i femër me zyrë. Këto gëzu në ka ardhur sekretari, në ka ardhur Shakira. Ajo shkoi për pazar. Sal, do jesh me Mbretërinë e Bashkuar, kishe vonë atë Kalamoni nga Elbasani, se kishe vonë në këtë tabaken me taku. Do jesh me ne, me Mbretërinë e Bashkuar, apo do jesh me kontrabandistët e cigareve, se shumë pak vetë thonë, pa është pallë kërkim dhondri kastratit. Ke këto cigare që filloi jetimi ndaj kysit. Pra ne më vje keq për çunin e Bardhagasit, pa unë si se kam kundërshtar politik Bardhagasin, vje keq. I ka hyrë rruga, ai duhet zhduket në ajcet botës, për ndryshe do ta zhdukin edhe të thonë, janë ato filmimet, po duhet pyet personi, se ai di më mirë këtë punë. Personi s'do gjendet. Është shumë e rëndësishme kjo. Ballukun, pyetja e fundit, jemi në fund kohës. Balluku besoj se do shkojë në internim Roskovec si gjyshi vet me portretin e shokut Enver. Se kështu shkoi Beqiri. Edhe ajo do shkojë në internim me portretin e shokut. Nuk do ta shpëtoj dot Rama? Si mund ta shpëtoj? Se di, po të pyes. Si mund ta shpëtoj? Nuk po e shpëtoj dot EYP grek, shërbimi sekret grek, do e shpëtoj Rama. Pse edhe EYP është i interesuar për të mbrojtur Ballukun? Po, është shumë i interesuar, po s'ka takat. Nuk është mo... Ka lidhe me periudhën që ajo ka jetuar në Greqi? Pa tjetër, po nuk është... Pse çfarë ka bërë në Greqi? Ka punu pastrusën ndër tjera. Ndër të tjera, ato të tjera duhet diun, se pastrusës punë ndershme. Nuk flas për gjëra që si kanë prekur me dorë, si kanë parë me sy. Edhe mua kështu pëlqen që të mos bëjmë teori konspiracioni. Sala për shembull thoshe për Mimi Kodhelin që ka kërcyer Ketubi. Po. S'kan prova. Ka punu në Itali me një firmë që shiste kështu pompa ujë etj. Për aty kanë prova. Po për tubin e Mimi Kodhelit u s'kan prova. Që unë jam për klas keq me atë ministre për 300 apartamente që rollin llafet për Ballukun. Apo mo tani se na lat. Çe janë 300 apartamente? Janë 30 milionë euro. Më na luni mend tani çe janë 30 milionë euro në Shqipëri mërdi. Çe janë 30 milionë euro. Sa është fitimi minimal në 1 tonelat kokainë? Se di, më thuaj. Kaq. Unë i kam bëj pyetje publike një zëvendësministri amerikan që e kishte emrin Todd me 2D. Erdhi për vizitë, unë na tregoi pralla për luftën kundra korrupsionit dhe drogës. Pyetja ime ishte kjo. Filan anije po vjen nga porti i Kolumbis Barranquillo për portin e Durrësit. Në bord kjo anija 8000 tonë që ka nga kërkesë qymyri, se ky ishte afroamerikan, amerikane. Pyetja ime është, qymyri ka ngjyrë zezë si surrati jot apo ka ngjyrë bardhë si fytyra ime? Nuk mora kurrë përgjigje. E kam bërë pyetjen publike. Madje përdora dhe letrën e lakmusit për të parë Dean, atë të famshmen. Është serioze apo jo serioze? Më rezultoi që Dea ishte finlandizuar, është një term në politik, finlandizim, nga Edi Rama. Dea. Kam përdorur letrën e lakmusi, është acid apo është bazë? Pra kam bërë eksperiment kimie me Dean, e kishte finlandizuar Edi Rama në lënë varjat, domethënë. Pra, zëvendës ministri i jashtëm i Amerikës nuk ju përgjigj pyetjes, qymyri ka ngjyrë bardhë si surrati im apo ka ngjyrë zezë si fytyra jote? Si ju përgjigj kësaj pyetje? E ka marrë për racizëm. Nuk e di. Ka ndodhur edhe me Eagle Burgerin po varja, na thënjishin. Nëse të ka mbetur në gjë peng për ta thënë thuaje, sepse jemi në minutën e fundit. Atëherë minuta fundit, kur erdhi Eagle Burgeri këtu, zëvendës ministri atëhershëm i Amerikës, ai Topalli, na tregoi pralla put the shoulder to the wheel, pra përvishni krahët, futuni punës tani etj, se ky është kapitalizmi. Unë i bëna ai pyetje. Zotëri e thash, në vitin 1990 ka shku me ngritja apo me ulje shitja e autoveturave Jugo Florida në tregun amerikan? Jugo Florida. Përfaqësonte fabrikën serbe të makinave në Amerikë, Eagle Burgeri. Me këtë rast, si thash, bëna qa kapitën, se për këty se ishe goza drejt i Kallullit. Dakord? Jo, mas qero. Pra, 33 vjet për 33 vjet përpara kjo. 92-shin. Po. Kur erdhi këtu na tregoi put the shoulder to the wheel e pralla tjera, Eagle Burgerit. Dhe ky punonte si përfaqësuesi makinave jugoslave Jugo Florida të Florida. Të Crvena Zastavës. Jo, ishe marka Florida e Jugos. Përdoheshin nga fabrika e makinave Crvena Zastava e Kragujevacit. Për tregun amerikan. Për tregun amerikan kishin ca gjonet posaçme për tregun amerikan. Dhe ky pason pastaj çfarë funksioni kishte?
Ky ishte për ca kohë zëvendës ministri i punëve të jashtme të Amerikës, ndihmës zëvendës sekretari i shtetit. S'din se rrët punojnë fare. Pikërisht. Gjeri Thanasi, shumë faleminderit për bisedën, më ke hapur një telash të madh, sepse duhet të të ftoj prap dhe duhet të mendojmë mirë se si të fokusohemi, që të hyjmë më me themel disa temave të caktuara. Ke alumini me radioaktivitet. E sfidoj gjyqësorin shqiptar, gazetarët investigativ shqiptar në impulsit e katit tret të ambasadës italiane. Atëherë do fokusohemi tek rreziku i ndotjes përmes Alumini me trafikut. çik radioaktivitet më ren. Mbetjet e aluminit me pakës radioaktivitet brenda. Kaq. Okej. Faleminderit shumë për bisedën. Kënaqësi. Shpresoj që të ketë qenë me vlerë dhe me interes edhe për ju dhe ju premtoj që do t'ju rikthej së shpejti Gjergj Thanasin në këtë ekran. Mirupafshim, ju lutem takim javën e ardhshme.